parashëvi si Maku me Videon e parashëvi si Maku. Unë jetoj vetëm. Si e ftuar speciale. Vetëm pak muaj më parë, një video bëri qarku në internetit duke tronditur të gjithë brezin 50+ dhe jo vetëm. Diva shqiptare parashëvi si Maku tashmë një pastre në New York. Ky është realiteti i shumë artistëve shqiptar në botë dhe në vend. Unë jam parashëvi si Maku. Kam dëshirë t'ju uroj gëzuar festat, Të cilët nuk i gjetën dot apo nuk deshën të krijonin lidhjet dhe kompromiset për të mbijetuar sistemit në të cilin jetonin. E megjithatë, rasti i trishtë i parashëvisë mori për masa globale. ABC7 ka publikuar një artikull ku e cilëson këtë histori si mrekulli krishtlindjesh. Shqiptarët ardashës nga gjithë bota ofrojnë suportin e tyre për të ndihmuar një artiste në ditë të vështirë, Unë mendoj që parashëvia ka nevojë për përkujdesje. ndërsa shqiptarët nga reatliku i divanit të tyre morën lirinë të gjykonin apo krijonin aludime nga më të ndryshmet për trajektorin e jetës së saj. Madje, një prej mediave ros kishte durim të shkruante një kryezat të tërë se si parashëvia e meritonte të jetonte në rrugë. të shkuara të harruara se Pasi I kishte kthyer krahët rrënjëve të saja shqipe. Në fund të ditës, poverty porn, varfëria si porno, përkufizohet si çdo lloj medalje, qoftë e shkruar, e fotografuar, e filmuar, që shfrytëzojnë gjendjen e të varfërve për të gjeneruar simpatinë e nevojshme për shitjen e gazetave, rritjen e donacioneve të bamirësisë ose mbështetjen për një kauz të saktuar. Dhe parashëvia rezultoi të ishin një minje rari për mediat shqiptare, të cilat më në fund kishin një copë mishi ku konkurrin dhëmbët, pa u interesuar për dinjitetin e atij që po kafshohet.